Zotri Skënder, fidanishtë godanë si këtu afër shtimes, një fidanishtë model, po shihet atë një atmosferë punës, ndërkas ky vit apo dallon nga vitet tjera, a është më i vonshëm apo më i hershëm? Po, ky vit është më i vonë, edhe vitin e kaluar kemi pas vonesë, po m'duket se si vjeta është hala për një javë ditë vegetacioni më i vonë. Temperaturat më të ulta. Temperaturat kanë qenë më të ulta, sidomos mbrëmë ka qenë me siguri e ka prek minusin, mirë po u dasht nxemjen me aktivizu edhe kështu që çdo gjë është në rregull. A ka kjo edhe reflektim në intensitetin apo dinamikën e shitjes së fidaneve? Po, janë lajmëruar njerëz, po na e kemi përcjell kohën edhe s'kemi guxu kërkuj me dhonën fidane, kështu që pej sodit veç pritën mu ngrit temperaturat edhe probleme mo nuk ka. Kjo që thoni, zoti Skënder, është edhe në frymën e korrektësisë. Nuk do të thot për juve që është kryesorja leku, por është edhe puna e suksesshme për Kem qef mollit tunë mi apo hojrin njerëz, kështu që munduemi më dhon këshilla e rekomandime e sane, kështu që rroll dikush që ka qenë i vendost mi mbjell, ka pas raste që para 10 dite i kanë mbjell, po besoj që edhe ata kanë ndërmarrë mosa për mi mbrojt pej ngricave. Dhe mbjellja e hershme në këto kushte të temperaturave është pak edhe rrezik. Normal, sidomos historikisht java parë e prillit në Kosovë është shumë e rrezikshme, domethënë karakterizohet me temperatura të ulta, po m'duket se shtum. Tash ka, po parashihet që do të ngritet temperatura. E çka ka tashtu? Cila është gama e fidaneve të perimeve? Po këtu si çdo herë, po si vjeta e kemi shtu numrin po mendoj të llojeve të specave, sidomos hibride ma shumë, mandej domate, të kastravecave, qëtu. A kanë dallime çmimet me vitin e? Jo, na çmimin për momentin nuk e kemi lu hiç, sikur vitin e kaluar është çmimi, edhe pse ka ngritje të çmimit të inputeve bujqësore, po na nuk e kemi ngrit. Ka janë blerësit? A janë të shtimes apo? Ja, blerësit janë, muj me thonë që janë të krejt Kosovës janë. Gjitha onë të Kosovës? Gjitha onë të Kosovës, po edhe bashkëdhetarë që po vinë pushim, edhe ata një pjesë e madhe vinë i marrin sa për nevojat vetave. I marrin kryesisht për kultivim në sera. Po edhe në sera, po edhe në fushë. Plus na e kemi edhe licencën, do me thonë edhe certifikatën për analiza fitosanitare, do me thonë i pajisi edhe me certifikat, edhe me licencë, edhe me fakturë, kështu që nuk kanë probleme gjatë transportit.